Ura që lidh fshatin Bardhaj ndodhet në gjendje alarmante dhe rrezikon shembje në çdo moment. Një pjesë e strukturës mbajtëse poshtë urës është shembur ndërsa dëmtimet po thedhohen dita ditës. Banorët jashtë kamerës shprehen se kalimi mbi urë është thyer në një rrezik serioz, aq sa shumë prej tyre kanë zgjedhur ta shmangin plotësisht. Situata është veçanërisht shqetësuese për nxënësit, të cilët çdo mëngjes detyrohen të shkojnë në shkollë në këmbë, nga frika se kalimi me automjete mbi urë mund të jetë fatal. Qindra familje këtu në fshatin Bardhaj po përballen me një problem të jetë shqetësues. Bëhet fjalë për urën e këtij fshati, e cila lidh në fakt disa zona me njëra tjetrën. Ura është dëmtuar ndjeshëm, ndërsa një prej strukturave të betonit nën urë është shembur plotësisht. Banorët jashtë kamerës apelojnë që të merren masa të menjëhershme nga autoritetet përgjithëse në mënyrë që kjo situatë mos të përkeçohet edhe më tepër. Sipas banorëve, dëmtimi i urës ka rreth 10 ditë që ka nisur, por deri më tani nuk është ndërmarrë asnjë masë nga institucionet përgjegjëse, pavarësisht ankesave të vazhdueshme. Ata kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme, duke paralajmëruar se degradimi i mëtejshëm i urës përbën një kërcënim serioz për jetën dhe sigurinë e komunitetit.